Dua Lipa rrëmben fronin e Taylor Swift. Shpallet artistja më e dëgjuar në Mbretërinë e Bashkuar për vitin 2024. Ka ndodhur një ndryshim i madh në fronin e transmetimeve muzikore në Mbretërinë e Bashkuar. Dua Lipa ka mposhtur në mënyrë të jashtëzakonshme Taylor Swift, duke u shpallur artistja më e transmetuar në radio, televizion dhe hapësira publike në Britani për vitin 2024. Dhe duke përfunduar dominimin 3-vjeçar të Ed Sheeran në vendin e parë, shkruan Daily Mail. Këngëtarja 29 vjeçare, e njohur për hitet si Dance the Night dhe Levitating, ka kaluar në krye të listës duke lënë pas këngëtarin e Shape of You, Ed Sheeran, i cili këtë vit renditet në vendin e tretë, ndërsa Taylor Swift mban pozitën e dytë. Dua kishte arritur më parë të kryesonte këtë listë edhe në vitin 2020. Sipas të dhënave të përpiluara nga kompania britanike e licencimit të muzikës fonografik Performance Limited. Në një reagim për këtë arritje, Dua Lipa u shpreh: "Është një nder i madh të shpallem artistja më e transmetuar në Mbretërinë e Bashkuar për herë të dytë. Viti 2024 ishte jashtëzakonshëm dhe jam thellësisht mirënjohëse për gjithë ata që kanë përkrahur muzikën time në radio, televizion dhe ambiente publike në të gjithë vendin." Hiti i saj i vitit 2018, On a Kiss në bashkëpunim me Calvin Harris, mbetet kënga e saj më e transmetuar, me një mesatare prej 55 transmetimesh në ditë. Në total, këngët e saj janë transmetuar rreth 400 herë në ditë në të gjithë Britaninë gjatë vitit të kaluar, sipas të dhënave të Phonographic Performance Limited. Dua, e cila ishte kryeartiste në festivalin Glastonbury pas publikimit të albumit të saj të tretë Radical Optimism, është gjithashtu personi më i ri në listën Sunday Times 40 të më të pasurve për vitin 2024. Kënga e saj Houdini, e publikuar në 2024 dhe që arriti vendin e dytë në top listën britanike, ishte një nga këngët më të transmetuara të vitit, duke u renditur e 6-ta në total. Artistët britanik përbënin 70% të këngëve më të transmetuara sipas Phonographic Performance Limited, me emra të rinj si Melly Smith që ju bashkuan emrave të njohur si Coldplay dhe Sir Elton John në top 10. Ndër artistët e tjerë të përfshirë në listë janë edhe Calvin Harris, Ariana Grande, Becky Hill dhe Harry Styles. Ndërkohë, kënga Stick Season e Noah Kahan u shpall kënga individuale më e transmetuar e vitit. Peter Leithem, drejtori ekzekutiv i Phonographic Performance Limited, tha: "Urime edhe një herë për Dua Lipën që kryeson listën tonë të artistëve më të transmetuar, dhe për Noah Kahan për këngën më të transmetuar të vitit." Ai shtoi: "Artistët britanik vazhdojnë të performojnë jashtëzakonisht mirë, duke përbërë 70% të 10 pozicioneve të para, dëshmi e fuqisë së tyre në radio, televizione, biznese dhe ambiente publike në gjithë vendin. Po ashtu është inkurajuese të shohim talente të reja britanike, si Melly Smith, të zënë vend ndër më të transmetuarit. Kjo tregon se muzika britanike ka të ardhme të ndritur." Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.